Mirëmëngjes, uroj që jeni mirë. Unë jam Aron edhe kjo video është për besimtarët e Kishës Baptiste Berka në Sarand, edhe dua të them që kemi malë për ju të gjithë edhe na mungoni shumë edhe presim që pas një muaj e pak që do të jemi atje përsëri midis jush. Amen. Lavdi i Zotit. Ne jemi mirë këtu. Vajzat të mëdha janë në kamp tani bashkë me shoqërinë e tyre. Edhe unë jam këtu me gruan time Kandi edhe me 4 fëmijë të vegjël. Jemi në Alabama. Edhe do shkojmë sot në Kisha Baptiste Hiri Machnitës, ku pastori im, vëlla David, është pastori. Amen. Edhe sot është një ditë e veçantë këtu në Amerikë, është dita e pavarësisë. Edhe unë lavdëroj Zotin për Amerika. Ai ka përdorur shumë këtë komb për lavdinë e tij, për ungjillin, që ungjilli të predikohet kudo në botë. Amen. Unë lavdëroj Zotin për kombin tim. Jam shumë krenar për kombin tim këtu, edhe për kombin tim atje në Shqipëri. Edhe sot kam kjo Bibël, Dhjata e Re, edhe unë do të shkoj te 1 Korintasve, kapitulli 15. 1 Korintasve, kapitulli 15. Do të flas me vëlla Skyler që ai të printoj këto vargje për ju. Okej, ne do të lexojmë 8 vargje. 1 Korintasve, kapitulli 15, vargu 1. Paul i tha, apostulli Paul. Ai tha Kishës në Korint, për më tepër vëllezër, unë ju shpall juve ungjillin, të cilin ju e kam predikuar, të cilin ju edhe e keni pranuar dhe në të cilin qëndroni, prej të cilit edhe jeni të shpëtuar, nëse ruajni në mendje çfarë ju predikova, veç nëse besuat më kot. Sepse unë ju dhash para se gjithash atë që edhe unë pranova, se si Krishti vdiq për mëkatet tona sipas shkrimeve, dhe se u varros dhe që u ngjall ditën e tretë sipas shkrimeve, dhe se u pa prej Cefasi, dhe më pas nga të 12-tët, pas asaj ai u pa njëkohësisht prej më shumë se 500 vëllezërve, prej të cilëve pjesa e madhe rrojnë deri sot, por disa kanë rënë në gjumë. Pas asaj ai u pa prej Jakobit, pastaj prej të gjithë apostujve, dhe i fundit nga të gjithë, ai u pa edhe prej meje, si një i lindur jashtë kohës së duhur. Amen. Unë kam predikuar këto vargje më përpara, edhe është një mesazh i thjesht, por mesazhi besoj ka shumë vlerë për ne të gjithë. Këto janë fjalët e apostullit Paul. Ai predikon këtu për thjesht për ungjillin. Ai tha këtë, për më tepër vëllezër, unë ju shpall juve ungjillin. Ai kishte shpallur ungjillin në kohën e tyre, edhe dua të them që edhe ne duhet të shpallim ungjillin në kohën tonë. Edhe nuk kam një titull për këtë mesazh, thjesht tema është
ungjilli. Ne mund të shpëtohemi përmes besimit në ungjillin e Perëndis. Amen. Ungjilli do të thot lajmi i mirë. Ungjilli do të thot lajmi i mirë. Lajmi i mirë është që Jezusi erdhi për të na shpëtuar. Amen. Ky është lajmi i mirë. Edhe pyetja numër 1. Çfarë është ungjilli? Sipas këtyre vargjeve. Çfarë është ungjilli? Paulli tha, unë ju shpall juve ungjillin te vargu 1. Ai tha vargu 2, prej të cilit edhe jeni të shpëtuar. Vargu 3, sepse unë ju dhash para se gjithash, do më thënë, ungjilli është numër 1. Ungjilli është shumë i rëndësishëm. Ai tha, para se gjithash, unë ju dhash, ai tha, unë ju dhash atë që edhe unë pranova. Do më thënë, edhe Paulli kishte pranuar këtë mesazh, edhe mesazhi është, në fund të vargu 3, se si Krishti vdiq për mëkatet tona sipas shkrimeve. Amen. Se si Krishti vdiq për mëkatet tona sipas shkrimeve. Tani, çfarë është ungjilli? Ungjilli është që Jezusi erdhi për të na shpëtuar. Amen. Ky është ungjilli, është një pjesë të ungjillit. Amen. Do të lexoj një varg tjetër që kam lexuar më përpara. Ju e dini këtë. Por ai tha te libri i Romakëve, kapitulli 5, vargu 8, por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh, në atë që kur ishim ende mëkatar, Krishti vdiq për ne. Amen. Kur ne ishim ende në mëkatet tona, ishim mëkatar, thot Bibla, Krishti vdiq për ne. Lavdi i Zotit. Tani, çfarë është ungjilli? Ai tha është vdekja e Jezusit. Sepse ai tha se si Krishti vdiq për mëkatet tona sipas shkrimeve. Vargu 4 tani, vargu 4. Dhe se u varros dhe që u ngjall ditën e tretë sipas shkrimeve. Tani, ne shikojmë që Jezusi vdiq, ai u varros dhe u ngjall ditën e tretë. Amen. Sipas shkrimeve. Lavdi i Zotit që Jezusi është i gjallë. Ai nuk është më në varr. Edhe ky është lajmi i mirë për ne, për kishën tonë atje, për gjithë botën, që Jezusi vdiq në kryq për mëkatet tona. Ai mori mbi veten e tij mëkatet edhe dënimin e mëkateve, edhe vdiq në emrin ton në kryq, që ne të mund të shpëtohemi. Jezusi vdiq, vargu 4 thot, ai u varros dhe u ngjall ditën e tretë, vargu 5 thot, dhe se u pa prej Cefasi. Cefasi e pa Jezusin pasi u ngjall prej së vdekurish. Amen. Edhe prej dishepujt, ai u pa edhe prej dishepujve të Jezusit. Ai u pa edhe prej Jakobit, edhe prej apostullit Paul, pastaj. Lavdi i Zotit që kemi këto dëshmitar, kemi këto besimtar që na thanë që pan Jezusin pas ngjalljen e tij prej së vdekurish. Tani, sipas meje, ose më mirë sipas shkrimeve, ungjilli është, Paulli tha te vargu 1, unë ju shpall juve ungjillin. Vargu 3 thot, unë ju dhash atë që edhe unë pranova. Çfarë është ungjilli? Çfarë u dha atyre apostulli Paul? Ai u dha mesazhin që Krishti vdiq
për mëkatet tona, ai u varros, u ngjall, ditën e tretë, edhe pastaj kishte shumë dëshmitar që ai u ngjall prej së vdekurish. Ky është ungjilli. Ky është ungjilli. Në fakt, kur Gjon Pagëzori pa Jezusin, ai thatë, ja, qengji i Perëndis që heq mëkatin e botës. Amen. Ja, qengjin e Perëndis që heq mëkatin e botës. Ky është lajmi i mirë, që Jezusi erdhi për të na shpëtuar prej mëkateve, që ne të mos shkojmë në ferr për shkak të mëkateve, edhe çdo njeri që beson tek ai do të shpëtohet. Amen. Lavdi Zotit. Tani, çfarë, pyetja numër 2, çfarë mund të bëj ungjilli për ne? Çfarë është ungjilli për ne? Numër 1. Unë besoj që sipas shkrimeve, ungjilli mund të na shpëtoj. Amen. Vargu 2, prej të cilit edhe jeni të shpëtuar. Të shpëtuar do të thotë ishim sklever, ishim kapur në robëri. Ai erdhi dhe na shpëtoi. Ishim nën dënimin e mëkateve. Ishim në rrugë për në ferr për shkak të mëkateve. Ai erdhi edhe mori përsipër dëshkimin ton edhe vdiq për ne. Ai na shpëtoi. Çfarë mund të bëj ungjilli për ju sot? Ju që deri tani nuk keni pranuar Jezusin ose mesazhin e Biblës, ju mund të shpëtoheni. Mund të jeni të shpëtuar sot. Lavdi i Zotit përmes ungjillit. Edhe ungjilli na pranon në familjen e Perëndis. Jemi lindur përsëri, jemi birësuar në familjen e Zotit. Sepse sipas shkrimeve, vargu 1 thot, për më tepër vëllezër, ai është duke folur me vëllezrit e tij, jo sipas gjakut, por sipas besimit, sepse ne që besojmë jemi vëllezër dhe motra në Krishtin. Gratë që jeni atje në kish, ju jeni motrat e mia. Amen. Edhe burrat që janë në kish atje, ju jeni vëllezrit e mi. Edhe njësoj, unë me ju me mua, jemi një familje, edhe njësoj me çdo besimtar që beson të Jezusit, që pranon mesazhin e Biblës. Ne jemi një familje sipas Biblës. Amen. Prandaj ungjilli na pranon në familjen e Perëndis. Na shpëton edhe na pranon. Amen. Edhe ungjilli ndryshon drejtimin ton në jetë. Ungjilli ndryshon drejtimin ton në jetë. Ja, Palli tha këtë. Për më tepër vëllezër, unë ju shpall juve ungjillin. Ai tha, unë ju shpall juve ungjillin. Nuk është janë fjalë të thjeshta apo jo, por janë shumë të rëndësishme, sepse Palli tani ka një drejtim tjetër. Ja, do të lexoj disa vargje të tjera. Te Veprat, kapitulli 7, vargu 58. Bibla thot, dhe nxorën jashtë qytetit dhe qelluan me gur, të dëshmitarët i dhan rrobat e tyre,
I dhan rrobat e tyre te këmbët e një djalloshi, emri I të cilit ishte Saul. Ata morën këta judejt morën një besimtar atje nga kisha, edhe besimtari ishte Stefan, morën atë, e qëlluan me gur, vran atë me gur, dhe ndërsa bën këtë punë, dhe bën këtë, ata lan rrobat e tyre te këmbët e Saulit, që pastaj emri I tij ishte ndryshuar te Pali, domethënë Pali kishte pjesë në këtë, në vrasjen e besimtarëve. Te kapitulli 8, vargu 3, sa për Saulin, ai I bëri dëm të madh kishës, duke shkuar në çdo shtëpi dhe duke nxjerr burra dhe gra, I fuste në burg. Edhe mesazhi është ky. Më përpara, Pali bëri, çfarë thot Bibla? I bëri dëm të madh kishës. I bëri dëm të madh, ai persekutonte, ai përndoqi kishën. Por tani, ne lexojmë, ai thatë, unë ju shpall juve ungjillin, duke folur me besimtarëve te kisha në Korint. Edhe mesazhi është që ungjilli do të ndryshojë drejtimin ton. Ata që më përpara ishin hajdut, tani nuk do të vjedhin më. Ata që më përpara ishin mëkatar, tani do të provojnë të jetojnë për lavdinë e Perëndis. Patjetër do të bëjmë gabime, nuk mund të jetojmë në mënyrë të përsosur, por do të provojmë të jetojmë në atë mënyrë me ndihmën e Frymës së Shenjtë. Pali ishte në drejtimin duke përsekutuar kishën, edhe pastaj drejtimi I tij ishte ndryshuar për shkak të ungjillit. Prandaj çfarë do të bëj ungjilli për ju edhe për mua? Ungjilli do të shpëtoj shpirtin ton. Amen. Ungjilli do të na pranoj, do të na bashkoj me familjen e Perëndis. Ungjilli do të ndryshoj drejtimin ton. Amen. Që ne të jetojmë për lavdinë e Zotit. Edhe tani në fund, çfarë duhet të bëjmë ne me ungjillin? Okej, kuptojmë çfarë është ungjilli, ne shikojmë çfarë ungjilli mund të bëj për ne. Çfarë duhet të bëjmë ne tani me ungjillin? Pasi kemi pranuar Jezusin, pasi besojmë te Jezusi për shpëtimin e mëkateve, jemi të krishterë tani, jemi besimtarët e Biblës, çfarë duhet të bëjmë ne me ungjillin? Njësoj si Pali, të bëjmë njësoj. Ai tha këtë. Ai tha, unë ju shpall juve ungjillin. Ne duhet të shpallim ungjillin. Ne duhet të shpallim. Kjo mesazhi këtu është dhe të mos fshehim atë, dhe të jetojmë për Jezusin hapur. Amen. Dhe të dëshirojmë që edhe njerëz të tjerë të besojnë te Jezusi. Nëse, dëgjoni këtë, nëse ky mesazh ka vlerë për ju, ka vlerë për të gjithë. Nëse mesazhi I Biblës ju ka shpëtuar ju, mesazhi I Biblës mund të shpëtojë edhe njerëz të tjerë.
Nëse nuk ka bërë asgjë për ju, duhet të besoni të Jezusi sot, sepse Ungjilli do të ndryshoj jetën tuaj. Pa dyshim, nëse jeta juaj nuk ka ndryshuar, ju nuk keni besuar të Jezusi. Pa dyshim. A i tha këtë: për më tepër vëllezër, unë ju shpall juve Ungjillin, të cilin ju e kam predikuar. A i tha, kam predikuar Ungjillin. Edhe kjo është një lloj shpallje hapur për Jezusin. A i tha këtë, të vargu 3, sepse unë ju dhash paras të gjithash atë. Unë ju dhash. Do më thënë, Ungjilli duhet të jepet. Nuk është diçka që duhet të besojmë edhe ta mbajmë fshehur pastaj. Është diçka që duhet të pranojmë, të besojmë, edhe pastaj të predikojmë, të shpërndajmë këtë mesazh. Amen. Që edhe më shumë njerëz të besojnë të Jezusi. Ka njerëz rreth e qark jush atje që nuk kanë shpresë, që vuajnë në jetë, sepse nuk e njohin krijuesin e jetës. Ata jetojnë në errësirë. Edhe ju keni dritën e Perëndis në shtëpinë tuaj. Dhe të mos fshejmë atë dritë, dhe të shpërndajmë. Drita nuk është vetëm për mua, nuk është vetëm për ju, është për çdo njeri rreth e qark nesh. Amen. Edhe lavdi i Zotit që është kështu. Unë dua një dëshirë për të predikuar hapur Ungjillin, edhe një dëshirë për ju, që edhe ju të predikoni hapur Ungjillin, të jetoni për Zotin hapur. Edhe në fund, unë dua të them, Ungjilli duhet të jepet, por Ungjilli edhe duhet të pranohet. Amen, edhe duhet të pranohet. Unë jam i shpëtuar sot, jo sepse jam një njeri i mirë. Nuk them që jam një njeri i mirë, por unë jam një besimtar. Besimtar nuk do të thotë që jam një njeri i përsosur. Unë jam një njeri që beson të Jezusi. Po, unë pranoj faktin që bëj shumë gabime. Unë pranoj faktin që do të bëj edhe më shumë. Nuk jam i përsosur, edhe ju nuk jeni të përsosur. Po unë kam pranuar, sipas Biblës, atë që quhet dhurata e Perëndis. Amen. Dhe të lexojmë këtë varg. Libri i Romakëve, kapitulli 6, vargu 23, sepse shpagimi i mëkatit është vdekja, por dhurata e Perëndis është jeta e përjetshme përmes Jezu Krishtit, Zotit ton. Amen. Dhurata e Perëndis është jeta e përjetshme. Tani, shpagimi i mëkatit është vdekja, është ferr, do të shkojmë në dënim. Por dhurata e Perëndis është shpëtim, është jeta e përjetshme përmes Jezu Krishtit, Zotit ton. Pse përmes Jezu Krishtit? Sepse është ai që erdhi. Është ai që ishte në parajs edhe na pa në mëkatet tona në rrugë për në ferr. Edhe ai erdhi. Ai lindi prej Virgjëreshës Mari. Edhe jetoi një jetë të përsosur. Jezusi jetoi një jetë të përsosur këtu në botë. Ai vdiq në kryq, në emrin ton.
ai u varros, ai u ngjall, ai u pa prej shumë besimtarve, shumë dëshmitarve, që do më thënë që kjo është e vërtet, që ai u ngjall prej së vdekurish, edhe ai jeton për gjithmonë. Bibla thot, ai është atje në krahun e djathtë të Perëndis, duke u lutur për ju edhe për mua, për çdo besimtar. Sipas Biblës, amen. Bibla thot ai është atje duke u lutur për ne. Lavdi i Zotit. Edhe ky është mesazhi për sot. Tani edhe një herë, çfarë është ungjilli? Ungjilli është vdekja, varrosja dhe ngjallja e Jezusit prej së vdekurish. Edhe që ai u pa prej shumë dëshmitarëve. Çfarë mund të bëj ungjilli për ju? Ai ungjilli mund të na shpëtoj. Lajmi i mirë i Jezusit mund të na shpëtoj, mund të na bashkoj në familjen e Zotit, edhe mund të ndryshoj drejtimin ton në jetë. Jeta juaj ka ndryshuar apo jo? Shpresoj që po. Nëse nuk ka ndryshuar, nuk keni besuar te Jezusi. Nëse jeta juaj nuk ka ndryshuar, fryma e shenjtë nuk jeton brenda jush. Çfarë duhet të bëjmë ne me ungjillin? Ungjilli duhet të jepet, duhet të shpërndahet, edhe duhet të pranohet si një dhuratë nga Perëndia. Nëse ka një njeri që më dëgjon tani edhe thot, unë dua të pranoj dhuratën e Jezusit sot. Unë dua të pranoj, unë dua të shpëtohem sot. Nëse ka një njeri që më dëgjon, burr, grua, një çun ose një vajzë që më dëgjon, doni të pranoni Jezusin tani, do të lexoj disa vargje këtu për ju. Te Romakëve kapitulli 10, Bibla thot, te Romakëve kapitulli numër 10, vargu 13, sepse kushdo që do t'i thërras emrit të Zotit, do të shpëtohet. Mund të bëni një lutje atje ku jeni tani, mund të thërrisni emrit të Zotit për shpëtim, edhe keni një premtim nga Bibla, jo nga unë, nga Bibla, që ai do t'ju shpëtojë. Një varg tjetër, që nëse ti do të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus, dhe do të besosh në zemrën tënde që Perëndia e ngjalli atë prej së vdekurish, ti do të shpëtohesh. Amen. Nëse rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus, do të besosh në zemrën tënde që Perëndia e ngjalli atë prej së vdekurish, ti do të shpëtohesh. Amen. Amen. Ky është ungjilli. Ky është lajmi i mirë i Jezusit. Edhe lutja ime është që ju, që çdo njeri që dëgjon këtë video, këtë mesazh, të pranojë Jezusin përpara se të jetë vonë. Amen. Sepse ai po vjen së shpejti, ai do të vi përsëri, thot Bibla, edhe nëse nuk jeni gati për Jezusin, nuk do të shkoni bashkë me të. Nëse shkoni nëse vdisni pa Jezusin, do shkoni në ferr. Prandaj, edhe ne nuk e dim nëse do të jetojmë nesër apo jo. Kjo mund të jetë dita ime e fundit. Nuk e di. Edhe ju nuk e dini. Prandaj unë them, bëni këtë, merrni këtë vendim sot. Pranoni Jezusin përpara se të jetë vonë. Amen. Ne ju duam shumë edhe do të flasim së shpejti me ju. Amen. Lavdi i Zotit.